Në Iran ishte një çift i ri. Kishin lindur vajzën edhe pas sa kohësh ata zbuluan që ajo kishte probleme me zemrën. Por sigurisht që në Iran ata janë me besimit musliman. Rastësisht takojnë një person që e njihnin, po që përshëndeteshin rrallë. Dhe thot, hajde një herë të dielën takohemi për adhurim. Por në Iran kur takoheshin për adhurim sigurisht që ishte nëpër bodrume, nëpër vende të fsheta. Edhe shkojnë atje. Fatkeqësisht doktorët nuk i kishin dhënë shumë shpresa për fëmijën. Shkojnë edhe atje në adhurim, drejtuesi i kishës në atë mbasi mbaroi ajo koha e adhurimit, shkon edhe bashkë me këtë çiftin, bashkë me këtë familjen e re, bashkohen së bashku, vendos durët tek vajza dhe lut. Me një lloj mënyre fryma e Perëndisë tregojnë atij zotërisë predikuesit pra që diçka ndodhi me vajzën. Edhe ti që nuk po e vije, tha, shiko, tha, do të shkosh dhe një herë, tha, ta vizitosh vajzën. O mirë, tha, shkojnë ta se diçka ndodhi me vajzën tënde. Shkojnë edhe për ta vizituar, edhe normalisht që me atë kontrollin për zemrën që i duheshin këto skaneret, e kontrollojnë, e vizitojnë, edhe doktori që e dinte shumë mirë si rast, edhe sigurisht që ishte prekur, pa që çdo gjë ishte në rregull. Çdo gjë ishte në rregull dhe thotë, po çfarë ndodhi sot me vajzën tënde, thotë. O bën neve gabim? O diçka e mbi natyrshme, diagnozën pra, o e bën neve gabim, o diçka e mbi natyrshme ka ndodhur. Se sigurisht që ata ishin konsultuar me njëri tjetrin, se japësh këtë lloj lajmi, ndodhi, tha, ai jati vajzës, ndodhi, tha, që Jezusi ndodhi me këtë vajzë, asnjë gjë tjetër, tha, nuk di sa si ta shpjeg, që ti shërbej Zotit. Ndesha t'ju tregoj me këtë që lutja ka fuqi. Ndodh, ne duhet të këmbgulim, duhet vazhdojmë që të lutemi Perëndisë. Ne duhet të qëndrojmë në lutje, ne duhet të tregojmë që lutjet tona të jenë me gjithë zemrën, që nuk ndalemi, por vazhdojmë të kërkojmë Perëndisë.